Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk turshi të përziera, turshi lakre. Kemi përdorur lakër të bardhë, lakër të kuqe, karrota, kastraveca, majdanoz, domate, speca. Pra kjo është një turshi sallatë. Pasi të gjitha perimet i kemi gririmët si sallat, i kemi mbushur në gjethet e lakrës dhe kur t'i servirim, nxjerrim një top lakre të mbushur me sallat të përzier. Në këtë mënyrë është dhe më e thjeshtë për t'u servirur. Kur e vendosim në pjatë, e presim këtë boqe me turshi të përziera dhe mund ta vajosni pak me vaj ulliri dhe ta shërbeni. Dalin shumë të mira të dashur miq, edhe lakra për jashtë është kërc-kërc, edhe perimet brenda janë po ashtu kërc-kërc. Dolën shumë të shijshme, ne na pëlqyen shumë, shpresoj që t'i provoni dhe ju. Le të fillojmë nga puna. Si fillim fillojmë të presim karrotat, i presim në kubik të vegjël, si për sallatë. Unë kam përdorur 5-6 karrota në total, karrota të mesme. Speca kam përdorur pothuajse një gjysmë kilogrami, i kam prerë në këtë mënyrë që të ngulen në pirun, jo të vogla fare, siç e shikoni edhe në video. Kastravecat, si që shikoni, kam përdorur nga këta kastravecat e vegjël që janë apostafat për turshi. Nëse keni kastravecat të tjerë, mund të përdorni dhe nga të tjerët, por keni parasysh që ky lloj kastraveci që është apostafat për turshi është më i fortë, pra nuk ka shumë tul ose atë vendin me fara brenda. Këto kastraveca nuk është se i kam grirë të gjitha brenda në turshinë e lakrës dhe sallatë që do të bëjmë. Një pjesë të tyre i kam zënë turshi, kastraveca, ashtu siç janë. Nëse ju intereson një video me turshi thjesht kastravecash, në kanal e keni më vete si video. Edhe perimet e tjera kam vepruar po njësoj, siç e shikoni, kam prerë një gjysmë lakër lejla, gjysmën e kësaj lakre lejla kam përdorur, jo të gjitha, sepse do të përdor dhe pjesët e brendshme të lakrës me të cilën do t'i rretullojmë turshit në fund, sepse pjesa e brendshme është më e fortë dhe atë do ta përdorim brenda, kurse pjesët sipër që janë gjethet e lakrës do t'i përdorim për t'i rretulluar si kur rretullojmë japrakun. Hudhër kam përdorur 3 kokë hudhër, një pjesë të tyre kam hedhur brenda tek sallata dhe një pjesë, siç e shikoni, e kam lënë për ta vendosur mes boqeve të lakrës që do të mbështjellim. Siç e shikoni, edhe pjesën e fortë të lakrës së bardhë e kam gririmët dhe do ta përzij dhe atë në sallatë. Si që shikoni, pjesën e brendshme unë e kam grirë me perimet e tjera si lakër sallat. Pjesën e jashtme, pra gjethet, ato të cilat mund të zbuten dhe ne do t'i rrotullojmë si japrak, do t'i kalojnë në ujë të nxehtë vetëm për 20 sekonda. Pra do t'i fusim në ujë të nxehtë çdo fije lakre, duke numëruar deri në 20. Në këtë pikë i kam ndruar enën sallatës sepse nuk e trazoja dot në këtë tepsin ku i kam grirë si fillim, e kam kaluar në një tepsi pak më të thellë ku mund t'i trazojmë. Para se t'i trazoj, i kam kriposur, i kam shtuar 2 lugë gjelle me krip të trash, i kam trazuar mirë, gjithashtu i kam shtuar dhe një gotë ujë 200 ml me uthull rrushi. Kam përdorur gjithashtu gjysmë luge limontos. Unë limontosin e kam si kokër të dashur miq, si kokrat e kripës së trash,
kështu që një gjysmë lugë kam përdorur. Nëse e keni të imët, mund të përdorni më pak, jo një gjysmë lugë plot me nga jo limontosi i imët. Dhe i lëm më njanë në këtë mënyrë për gjatë gjithë kohës që ne do të kalojmë në ujin e nxehtë fijet e lakrës, pra gjethet e lakrës. Gjethet e lakrës do t'i fusim në ujin e nxehtë vetëm për 20 sekonda. Pra mund të numroni deri në 20, siç numrojmë normalisht. Mos i lini më tepër sepse nuk duam që të na zbuten sikur zbuten për japrak që mbushim me oriz. Këto janë për turshi, kështu që nuk ka nevojë që t'i zbusim aq. Do t'i lëm vetëm 20 sekonda. Mund të numroni, siç u thash, deri në 20, aq është më së mjaftueshme. Sepse duam që kur ta presim turshin, këtë gjethen që ka për jashtë, ta konsumojmë si turshi, jo të na jetë e zbutur, pra duhet që t'ja bëj kërc në gojë. Unë kam përdorur gjithashtu të dashur miq edhe një tufë majdanoz. Kjo është opsionale, nëse ju pëlqen mund ta përdorni. Mua në përgjithësi turshit bashkë me majdanoz më pëlqejnë. Tashmë do të marrim nga sallata që përgatitëm dhe do të mbushim gjethen e lakrës. Do ta rretullojmë siç rretullojmë japrakun, vetëm se do t'i mbushim mirë, mund t'i hidhni nga një garuzhte plot brenda, në këtë mënyrë kur ta servirim për një familje me 4 persona, një nga këto boqet ose 2 nga këto boqet janë më se të mjaftueshme për një vakt. Unë kur i kam rretulluar këto pjesët e kërcenjve, nuk i kam hequr të dashur miq, sepse këto janë turshi, nuk është se janë japrak dhe pjesa e kërcellit është shumë e shijshme, ja bën kërc, pra dhe ajo do të kthehet në turshi. Keni parasysh që këto pjesët e trasha, pra të forta të kërcellit, mos t'i prekni, mos t'i hidhni poshtë, sepse nuk është se po përgatisim japrak me oriz. Nuk është se do të na shqetësoj në gojë siç na shqetëson tek japrakët kur janë japrak të mbushur me oriz, si të thuash. Pjesa e kërcenjve do të duket siç duket karrota në turshi, siç duket kastravecia apo një perime tjetër e fortë. Pra do t'ja bëj kërc në gojë dhe do t'jetë shumë e shijshme. Kështu veprojmë me të gjithë pjesën e lakrës. Derisa ta përfundoni të gjithë sallatën që keni përgatitur. Sipas formës që ka gjethja, nëse është më e vogël, do ta mbushni më pak, nëse është e madhe, e mbushni plot me 2 garuzhte sallatë brenda. Dhe në këtë mënyrë, kur i servirim, zgjidhini sipas madhësisë. Nëse janë të vogla, mund të nxirrni 2-3 për t'i servirur. Nëse është një boqe e madhe e mbushur me sallatë, ndoshta edhe vetëm një mjafton për një vakt. Tani kemi ardhur në pikën ku do të shtojmë kripën. Do të përdorim krip për turshi, pra krip të trash dhe për çdo litër 1 lugë e gjys krip. Me që bidoni im është 5 litra, kjo vazo e madhe do të marrë 7 lugë e gjys. Por me që unë i kam shtuar dhe 2 lugë krip brenda që e trazova sallatën, i kam shtuar fiks 7 lugë krip, nuk i kam shtuar e gjysëm, sepse një pjesë ka mbetur për vazon tjetër, si që shikoni në tepsin mbras, ka akoma sallatë në tepsi, pra ajo pjesë do të bëhet për vazon numër 2. I kam shtuar një gotë, 200 ml me uthull, pak fare limontos, si që pat, dhe i kam shtuar 3 lugë sheqer. Do t'i shtojmë ujë të pishëm të ftohtë.
Unë gjithmonë turshit me ujë të ftohtë i bëj të dashur miq, nuk i bëj asnjëherë me ujë të nxehtë. Do ta mbushim derisa të vi uji në gryk, pra dhe të gjitha lakrat të jenë nën nivelin e ujit. Punën e kam lënë në mes për momentin, sepse këto perime, kur janë trazuar me krip dhe me atë një gotë uthull si fillim, kanë lëshuar dhe lëngun e tyre. Për këtë arsye, një pjesë të këtij lëngu ja kam shtuar kësaj vazoje, një pjesë që do të mbetet vazos tjetër. Pra mos harroni që dhe lëngun që lëshojmë perimet t'ia shtoni vazos. Nëse vazua ka nevojë akoma për ujë, do t'i shtoni ujë derisa t'i dalë në gryk. Nuk ka nevojë hiç as ta trazoni të dashur miq, sepse për 1-2 ditë kjo krip apo sheqeri do të ndahet një trajtësisht në lëng. Për një javë janë gati, mirë do ishte t'i mbanit një 10 ditë, pastaj t'i hapnit, por nëse dhe nuk duroni deri në 10 ditë, edhe për një javë janë okay. Pra, 7 ditë ose 10 ditë dhe i keni gati për t'i konsumuar. Keni parasysh që perimet mos të kenë kontakt me ajrin, pra uji të jetë deri në gryk, i vendosim kapakun dhe vendosim në një vend të freskët dhe të errët për 7 ditë rresht ose për 10 ditë rresht. I trazojmë pak kështu si fillim që dhe mes atyre boçeve me sallat të marrin ujë, lëng, dhe e hapim sërish kapakun për ta parë nëse ka nevojë për ujë. Dhe siç do ta shikoni që niveli i ujit ka rënë pak, pra një pjesë të ujit e kanë marrë brenda, si të thuash, ato boçe. Për këtë arsye i shtojmë sërish pak ujë, mos e lini me aq sa në fillim. Pasi e trazoni pak, i shtoni dhe pak ujë dhe mbylleni kapakun, pra s'duhet të kenë kontakt me ajrin. Turshit janë gati. Unë kam përgatitur dhe kastravecat, si që thash, video për turshi kastravecash, në kanal keni video më vete, vetëm për turshi kastravecash. Do t'ua vë linkun në pjesën ku është receta, aty mund të klikoni linkun dhe t'ju çoj tek videoja e turshive me kastravec. Ky është dhe rezultati të dashur miq, bëhen kështu si roz lakrat sepse kemi përdorur lakër të kuqe brenda, prandaj ka marrë ngjyrë lëngu. Siç e shikoni janë të mbështjella boçe. Një nga këto është e mëse e mjaftueshme për një vakt të dashur miq. Këtu po ua tregoj, po e pres. Kur ta shërbeni mund ta prisni copa të vogla dhe edhe pjesa e jashtme e lakrës është goxha kërce, edhe turshit brenda, po ashtu janë të forta sepse kemi përdorur kastravec, karrot dhe lakër. Pasi t'i prisni mund t'i spërkasni dhe me pak vaj ulliri për t'i shërbyer. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.